Vetëm pak ditë pasi konfirmuan ndarjen e tyre, Brikena dhe Mateo janë shfaqur sërish pra njëri tjetrit, duke surprizuar ndjekësit me një foto të përbashkët. Por me sa duket, ky ribashkim nuk lidhet me jetën personale. Edhe pse marrëdhënia e tyre emocionale ka marrë fund, dyshja kanë vendosur të ruajnë raportin profesional dhe të vazhdojnë bashkëpunimin në ekran. Arsyeja e këtij takimi është projekti i tyre më i ri televiziv. Është bërë ditur se Brikena dhe Mateo do të jenë pjesë e formatit veror Top Arena në Top Channel. Në foton e publikuar nga moderatori Edi Manushi, ata shfaqen të buzëqeshur krahas stafit, duke treguar se janë gati për këtë sfidë të re televizive. Ky moment konfirmon se pavarësisht ndarjes, profesionalizmi mbetet prioritet për ta. Tashmë, Brikena dhe Mateo do t'i shohim si bashkëpunëtor të përkushtuar, me synimin për t'i dhuruar publikut një sezon plot energji dhe surpriza.